Presidenti Bajram Begaj dekreton ligjin e amnistisë e cila u kalua më 18 qershor nga parlamenti me 84 vota pro, tashmë në dritën jeshile nga kreu i shtetit. Ky ligj hyn në fuqi 15 ditë pas votimit në fletorin zyrtare. Me 84 vota pro të deputetëve të mazhorancës, 1335 të dënuar me vendim të formës së prerë deri më 31 maj të 2026 morën lajmin e mirë për faljen dhe lirimin e tyre të menjëhershëm ose uljen e dënimit për vepra penale që përfshin kjo amnisti. 81 vota pro erdhën nga Partia Socialiste, ndërsa 3 vota nga Partia Social-Demokrate. Partia Demokratike dhe opozita në tërësi bojkotuan seancën dhe votimin. Në ditët e fundit, para miratimit, Ministria e Drejtësisë zgjeroi amnistin penale duke shtyr afatin e përfituesve nga 31 dhjetori 2025 në 31 maj të 2026. Me këtë shtyrje nga amnistia penale përfitojnë lirim të parakohshëm jo vetëm ata që kanë marrë një dënim të formës së prerë brenda vitit 2025, por përfshihen po ashtu edhe ata të cilët janë dënuar me formë të prerë deri më 31 maj të 2026, sipas kategorive të veprave penale të përfshira në amnisti. Në total përfitojnë 1335 të dënuar në Shqipëri, nga të cilët 466 lirohen menjëherë, mes së cilëve 11 gra dhe 1 imitur, dhe ulet dënimi 868 të tjerëve të dënuar, nga të cilët 8 gra dhe 2 të mitur. Nga kjo amnisti penale u përjashtuan të gjithë subjektet e SPAK, të cilët nuk përfitojnë asgjë nga ky vendim i ri.